Përshëndetje, Sabina Meter e të Sport. Së pari suksese, kemi dy sfida shumë të rëndësishme, e para kundër Anglisë, së pari çfarë prisni dhe e dyta për në aspektin personal, tashmë që nuk është Seferi grumbulluar në listën e teknikut Silvinjo, sa rriten shanset tuaja për të qenë titullar, të paktën në këndvështrimin tuaj. Faleminderit. Përshëndetje juve. Besoj që ndeshja e parë me Anglinë është ndeshje e vështirë, do të marr parasysh që Anglia ka lojtarë të klasit botëror, po do shkojmë të bëjmë maksimumin edhe ne e dim kualitetet tona dhe cilësitë tona dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv. Se përket minutazhës time, do e bëjmë më të mirë sa minutat i kem në dispozicion. Arbër Kristi Seatlari, Panorama Sport. Pas 5 ditësh ju bëni një vit në kombëtare. Si ka shkuar ky rrugë tim në pikat përgjithshme dhe çfarë mund të kishte bërë më shumë? Besoj që ka shkuar një vit shumë i mirë sepse arritëm kualifikimin evropian. Tash duhet harrojmë atë, do e bëjmë atë mirën edhe shpresojmë që të kualifikohen në botëror, pse jo. Ne gjithmonë kur shohim këta lojtarët e kombëtarës që bëhen protagonistë me klubet e tyre, na vjen gjithmonë mirë. Ju e nisët mirë sezonit, shënuat 2 gola me klubin tuaj, po çfarë ndodhi më pas? Po si çdo futbollist pra që ka ulje dhe ngritje, pra edhe unë jam një prej atyne. Në kohët e fundit pra s'kam pas shumë ritëm në ndeshjeve, ata minuta që i kam pas mënu me jap maksimumin dhe shpresoj që sa më shpejt të rritje formën edhe të kem më shumë minuta në dispozicion. E preku dhe pak Sabina pjesën e aktivizimit kombëtare dhe Silvinja u shpreh që ka pak trafik në krahun e majtë të sulmit. A është ky rasti kur konkurenca bën mirë në skuadër? Po normal, në skuadrën e kombëtare gjithmonë konkurenca bën më të fortë dhe japim më shumë, domethënë japim maksimumin gjithmonë pra për me marrë sa më shumë minuta. Enrico Gaba, Euro News Albania. Hoxha, përshëndetje. Kemi një ndeshje që mendoj edhe, jo vetëm për ju, por edhe pjesën tjetër të skuadrës, mund të jetë ose më saktë është kundërshtari më i vështirë krahasuar ndoshta edhe me atë çka pam në Europian. Çfarë prisni këtu dhe ku e shihni veten, edhe sa i përket pozicionit në fushë? Prisni ndonjë lloj ndryshimi sa i përket vendosjes nga ana e trajnerit? Faleminderit. Ato e vendos trajneri, pra tash i presim edhe lojtarë për më bashkangjit, ja kemi pas servitjen e parë. Do kemi edhe 4 ditë për në dispozicion që me ushtru taktikisht edhe me përgatit ndeshjen sa më mirë pra të jetë e mundur. Falë edhe një pyetje të fundit. A besojmë realisht që mund të surprizojmë në Angli apo shqiptarët duhet të kenë pak prishmëri në këtë ndeshje? Po normal që besojmë, nuk diskutohet fare, sepse unë besoj pra të bashkëtarët e mi se kemi kualitet që me arrit rezultat pozitiv.